dalin shumë vrasore. Dhe Aldo, tani u përmend Aldo Avdylaj. Ka dilema dhe për këto gjëra, tha bregu e gjithë për filanin dhe emrin e fundit që ai paraqiti. Lami. Ky emri Aldo Avdylajt lidhet me faktin që policia, edhe pse me vones, jo në kohën që pra të thuash familjarët njoftuan policin për zhdukjen e Vis Martina 11 gusht, por nuk ishte zhdukur 11 gusht. Mund të ishte zhdukur 1 ditë, apo 2 ditë, apo 3 ditë përpara. Pastaj ka pas një hetim dhe sa di unë, policia shkencore ose ekspertët e kriminalistikës që themi neve kanë mbritur te vila e Avdylajve në Shijak me vones që mund të jetë 1 javë, 2 javë, 3 javë mbas ngjarjes. Gjithsesi, ato janë munduar aty pra që bëhet kjo lidhja. Pra kapet ai atje dhe gazetarët direkt bën lidhje. Mos haro pjesën e dytë, mos ikor. Thuaj, pjesën e dytë është e rëndësishme se ka njerëz tjerë që ti fotografosh. Po, falni, falni se jemi live dhe prostitutëm se ikën shpejt në shtëpi ky. E kërkojnë njerëz të shtëpisë. Falë, Ferdinand. Pra lidhja me Avdylajt bëhet sepse supozohet apo është thënë për shkakun se policia aty ka bërë hetim, se është kapur, zhdukur, ka filluar zhdukja e tjera e Vis Martinajt. Fabula është e thjeshtë, atë e marrin në telefon dhe i thonë që hajtë se kemi kapur një nga kundërshtarët e tu. Pra gjithë ideja është që në atë kohë ati po ja prisnin krahët, i kishin vrarë shumë nga bashkëpunëtorët e vetë, i kishin vrarë dhe atë që kishte më të fortin, djalë Xhaxhaj, që e kishte, apo nip. Dhe... Dhe se s'po të kuptoj faren. Se lidhe me këtë, do më thënë shumë, se lidhe me Avdylajt në shiko gjatë kontrolit, unë jam çuditur se nuk e dija me thonë drejtën që ekzistonin edhe xhabaftët. Dhe kur u zhduke Ervis Martina i kanë bëu dhe xhabaftit një kontroll në banesë. Ajo që po thunë nuk e kuptoj. Po të them, Koli, që një nga veprimet e policisë që është bërë pas zhdukjes së Vis Martinajt është bërë kontroll në shtëpinë në vilën e Avdylajve. Okej. Sepse atëherë s'doli gjë te Avdylajt, nuk doli. Informacioni ka qenë, po se ka marruar vor. Po, okej. Informacioni ka qenë që në atë vilë është marrë, në atë vilë është thirrur, në atë vilë nuk ka dalë më ose ka dalë më. Po pra, policia nuk ka gjetur provë, por fakti që policia ka qenë aty dhe policia shkencore dhe ka kërkuar edhe ndonjë qime apo ndonjë gjurmë ADN-je me lup, kjo përbën një fakt, policia në linjat e saj ka pas një informacion që zhdukja është konsumuar aty. Kam pas... Jo, për këtë po flas. Tani që policia ka qenë aty, kjo është në sakt. Kjo është në sakt. Jo, kurse ka historinë e xhabavëve unë e dëgjoj për herë të parë. Nga ne ka një pikë referimi në cilën kam parë një koleg që thotë që banda më e madhe, domethënë ai referohet, kam përshtypjen që i referohet del në këto televizionet e tjera. Dhe i referohet Indrit Douglas, i referohet duke thonë që është banda më e madhe. Nëse përderisa nuk është Indrit Douglas banda më e madhe. Jo, po s'ka rëndësi kjo sepse gjitha këto aludime do ndodhin dhe fakti që ai nuk është zhdukur dhe nuk dihet që o ti Ferdinand, këtu ku jam unë, ai ishte për 2 vjet rresht dhe i thoshte këto gjëra. Ai thoshte që ishte Indriti që e vrau. Ore, është Indriti, po në atë periudhë ka pas më të fuqishëm se Indriti. Po tani pra ishte Indriti kishte qenë 2 vjet rresht e ty i ka thonë që Indriti e vrau, nuk ka lidhje me atë, po atë se kush e vrau, e di vetëm familja o ti, sotri, nuk... Po bështë atë se di dhe familje. E di familje, e di. Zhabina, po? Ka një moment shumë të rëndësishëm procedurial në këtë që po diskutojmë. Pse se thot, më falë, thonë e di familja. Pse se thot familja? Okej. Pse se thot? Ora, familja di se ky njeri u fut në Gracë, këte po e thonë, domethënë, kjo është e pranuar nga të gjithë dhe nuk e ka kundërshtuar njeri. E thirrën dhe e futën në Gracë. Ishte bërë shumë kundërshtar. Krahas kishte, por kur ka shkuar... Argumenti Zhabinit shumë i qartë. Çështja ka vetëm një gjë. Ti aludove
ti aludove, urhyre. Dy gjëra, Pra, dy fjalë lidhe. nuk po aludojmë është vrarë apo jo. Që është vrarë, është vrarë. Pra, aludimi është e vrau. Por pra bëra lidhjen me atë, more Koli, u arrestuaj djali atje. E vrau Atë bëra lidhje. Atëre... Po tjetër gjë se kush e vrau. Hapur letrat është kush e vrau. Pra, atë që diskuton ti në Ora në këtë histori, e Pra- rëndësishme është kush e kapi, jo kush e vrau. Se ka plot çerra që të posi një plumë. Pra kush e koka e madhe që organizoi dhe kapi. Jemi okay. Jo, mendon... Okej, Jo çerri ja hoqim fjalën. Ja hoqim fjalën Zabinës, ju lutem. Përdora disa emra. Që Edi Rama është një porositës, këtë e ka thënë Xhaxhai i viktimës. E ka thënë Xhaxhai. Xhaxhai. Babai brillant Ai Martin. mund thotë dhe Donald Trumpi. Punë e ti. Unë nuk solla... Jo ti solle atë që ka thënë ai mos thotë. Unë nuk solla Nuk ka akuzon njëri për Nuk tjetrin. solla prova. Një solle Unë nuk solla prova. Unë jemi solla okay. atë që kam dëgjuar. ka thënë, Prova po, nuk solla. po. Që Zamiri është një porositës, këtë prapë sjell familja dhe nuk jam unë njeriu që kam prova. E habitshme shumë. Po, ai ka më shumë se ç'duhet. Që i ndriti është një person i cili ishte një në hasmëri, po, sepse i kanë vrarë persona të afërm. Tani Dhe kjo është ja i minut për të ardhur te pika më e fundit. Aldo Abdyli, i cili ishte njeriu bashkë me të që duhet të vriste, që ishte në trup me të për të vrarë Durin Bamë. Pra, ata kishin një aleancë për të vrarë Durin Bamin dhe mund t'ishte Aldo Abdyli njeriu që duhet ta ekzekutonte. Aty pra është çelësi i historisë, more Koli. Ashtu është. Po këtu është çelësi, vëlla. Po nga e din. Që e morën këtë Po mirë. balanca me këtë njeriu, Okej, i thanë. jam dakord. Vëllai Jam thanë. dakord. Vëllai thanë. Atëre. Parisi është mbrapa përpara me ata që jeti është një fshat i humbur. Është një fshat i humbur, Parisi janë sa të se si lodhur. thua ti. O Koli, nuk po më Kush kjo kupton. historia që ma Koli, tregon të ti? fortët bëhen me të fortët, Unë cilin? nuk bëhen me të dobtit. Po, S'po e kupton. Nuk po e kupton, më burr. kuptoj, më cilin Nuk po e kuptoj, kupton. se nuk ma Me the. këtë do bësh ti, Koli? me kë? Me një grup njerëzish të fortë që kanë pushtetin, apo me një grup njerëzish të humbur atje me ata që janë prerë dita krah. Me këtë do bësh ti. Ose s'po e kuptoj jam. Të i thanë Avdyleve, ti me këtë do bëni. Kuj ti thua Avdylaj më? Kuj ti thot Avdylaj më? Po s'po më kupton. Ja, Po ti nuk i nje Avdylaj Jemi okay. për të kuptuar që mund ta kenë bërë këtë histori. Se ti je i Ore, thanë unë Avdylaj, Jana, duhet t'jesh me këtë. pra, Ti si je pa me gjithë O të vajlli i vetëm i banesës për Martinaj, Vëllai, është bërë atje. ti ke Kaq. historitë veteranën të regojnë avur. Si i thanë Avdylajve ti me këtë do bëhesh. Tani ne po flasim kush e qëlloi këtë. Ore, nuk ka rëndësi kush e qëlloi. Ti se the. Si më Ja një Po minutë. mund ta qëlloj një evë atje me ata, një njeri pa lidhje mor burr. Kush e Ervis kapi? Martinaj, në? Kush e kapi? Ervis Martinaj ta Një qëlloi njeri të Evë. kapur, të lidhur. Jem Terezi qa po thua?